pushimit gjatë, para pushimit veror, po ish mirë, me rrugë këtë detet e dimrit, me rrugë, që ka pranvera, ish këgja një farë, knatësie, se edhe moti pak ma i mirë. Nëse ka pak shi në Evropë, po? Po, dorën zemër pak një dit në morë shi, po... S'pengon Aurorën? Jo. Asë Lorenën, kur po të rgojnë që moti, për një me ka pas me qenë qëto dit me shi në gjithë Evropën? Po, qa me po mirë ishte prapë, a i shi erdhe dhe këtu tani. Po. Se zakonisht një dit dy, pasi që ndronë moti në Evropë, vjen kënej. Ke marti me vete? E mora me vete. Mirë, që shka lutë nej? Gjithë shka ka pas zhvillime, e nësë nuk i di sa ke mujtë me indjek, qka nuk ka ndodhë, ko para fushate, jënë qelë disa salone të bukuris, disa tjerë po ofendojnë, disa tjerë po... Mundësi e mirë për marketing, dorën zemër? Po shumë, po dorën zemër, sepse kemi folë pak edhe këtu së bashku me vullnetin dje, për frizerët është një profesion që është shumë fitimprurës kove të fundit në, jo vetëm Kosovë, po gjitha ndë, ka shumë yje që janë të famshëm duke e bo këtë profesion dhe me thonë drejtën nuk është pse kaci për shembull që e përmendi, nuk është se ne duhet na vjen keq, po përkundrazim burremi dhe krenohemi me kacin selmën dhe shumë make-up artist dhe frizer tjerë që janë të famshëm botë. Një prej make-up artistëve më të famshëm botë është Mario, me prijartë shqiptare dhe e ka bu Kimin me folë Shqip, Kim Kardashian. Ile ishte edhe aje vajza në Eurovision, që e kishin vesha që a ke puna një dy shqiptarë, diçka e pash. Për dyshin Eurovision në mbajt në Vjenë, edhe ka pas atmosferë të jashtëzakonshme çfarë organizime po bëjshin. Do të ardhur nga gjithë Evropa, organizime, tamam fest po e shijoj, sepse Vjena ka pas organizimin e saj, bashkë në ratë që të ditë me qenë në Vjenë edhe ishte interesant një organizim tepër me pompozitet ashtu. Bukur shumë. Si të qoftë. Shpresoj që kjo energji ka me të përcjellën nësë energjia pushimit. Zgjedhve. Edhe uroj që zgjedhjet nuk kanë me të aprish fort kështu energjinë. Ne shpresojmë. Flasim pak për çdo zhvillimet e fundit që ka ndodhin mbrëm me çka po mirën më shumë tash politikanët, mbrëm erdhi një deklarat e ministres në detyrë të drejtësisë me të cilën nisi të reagojnë shumë kosh në media, në rrjetet sociale. Çka ndodhi? Ditë më herët na i kemi diskutuar bashkë që deputeti, tashmë ish deputeti Fatos Geci nga grupi Guxo, kishte deklaruar që nga Kuvendi i Kosovës ka deklaruar që dëshiron një dënim të përjatshëm për ish president Hashim Thaçi që po gjykohet në Hag. Edhe gjatë ditës së djeshme, gjatë mbrëmjes, në një emision televiziv, kur është pyetur ministrja në detyrë drejtësisë për deklaratat e zotit Geci, se çfarë mendimi ka për këto qëndrimet e zotit Geci, që e ka përsëritur edhe një herë tjetër, ministrja tha që e respekton mendimin e zotit Geci, e respekton edhe familjen e zotit Geci dhe të tregoj pak a shumë për të kaluarën e familjes Geci. Por me faktin që e respekton deklarimin e zotit Geci dhe nuk shprehet distancim nga qëndrimi i tij, nesën vërshimet e kritikëve, nesën reagimet e grupacionet të ndryshme, qofshin politike, qofshin familjare. Nga familjarët reagoi djali Jakub Krasniqit, që të shkroi në rrjetin e tij social Facebook, duke Altin Krasniqi duke kritikuar normalisht Tonika Gërvallën, e cila si ministri i drejtësisë po mban këtë lloj qëndrimi dhe nuk po distancohet nga qëndrimi i Fatos Gecit. Sipas Altinit, thotë, ti Donik jo veç që respekton ato që thot Fatosi, por edhe dëshiron ato që thot Fatosi. Epilogun e kësaj gjykate unë nuk e di. Di vetëm se besoj në drejtësi, dhe nëse drejtësia ekziston, babi, Hashimi, Kadria dhe Rexha kanë me u kthy. Vazhdon postimi i tij, pak a shumë kritikë ndaj qasjes së Donika Gërvallës, që si ministre e drejtësisë tashti dhe si ministre e jashtme para disa muajsh, e mban këtë lloj qëndrimi. Kujtojmë që lëvizja vetëndosje ishte distancuar bile nga vetë foltorja edhe Albolina Agjiu, si kure parlamentare, po ashtu edhe shefe e grupit parlamentar të vetëndosjes Arbria Nagafci ishin distancuar nga këto qëndrime, edhe duke respektuar këtë zhvillimet e luftës ose e lavdini e UÇK-s, duke vlerësuar lart edhe kontributin edhe të pjesëtarëve që po gjykohen në Hag, por në këtë rast zonja Gërvalla në deklaratën e parë të saj për këtë çështje, sepse edhe kolegët tanë kanë tentuar të marrin komentet e saj në terren, por që nuk është përgjigjur asnjëherë mbi qëndrimin e saj ka shi deklarimet të
antarit të subjektit të saj, sepse fundja është përgjithëse për antarët është bashkëpartijake me zotrin Peci në kuadër të partisë Guxo, dhe me në fund edhe këtë qëndrim dhe qëndrimi i saj është kësaj. Edhe sekretarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka reaguar duke kritikuar qasjen padyshim të zonjës Gërballa mbi këtë zhvillim. Sipas Vlora Qitakut, shkruan: ka me të mbulu turpi donik, qëfar nevrije, qëfar gërdije, me qenë ministre jashtme Republikës, me përfaqësu këtë shtet para botës, e sot si ministre drejtësisë, me u auru burgimin e përjetshëm Hashim Thaqit, Kadri Veselit e Kakurosliqit, e Recep Selimit, kjo dhem thell, ka shkruar zonja Qitaku. Ka pasur edhe reagime të shumta mbi këtë qëndrim, sepse ndoshta nuk është pritur ideja që të mbështetet një qëndrim i tillë, por zonja Gërballa ka zgjedhur këtë qasje të saj. Besoj që kur vjen dikush në pushtet, ato hatërmbetjet dhe inatet personale nuk mundet me i përfshi, sepse nuk po përfaqëson veten, po përfaqëson shtetin, Republikën e Kosovës, qoftë si ministre e punëve të jashtme që ka qenë, apo tash e drejtësisë në detyrë. Nuk mundesh me i përfshi në momentin që ti bosh emocionale. përfaqësuar, absolut, pak a shumë, na e kemi pasur qëndrimin e zonjës Gërballa si opozitare, ose si pjesë e jashtë politikës, ose si pjesë e kuvendit, po ju si pushtetare, kemi pasur atë kritikën e saj ndaj veprimeve politike të tashë të tjerëve, por që në momentin të rëndësame që shpothu, në momentin që ti merë pozicion politik, pozit politike, atëherë je udhëhecëse e të gjithëve. Po si do qoftë njerëzit kanë zgjedhur të pozicionohen qysh dojnë dhe qysh mendojnë. Vetë kjo është demokracia. Vjojmë tutje, gjatë këtyre ditëve edhe ju po besoj keni diskutuar idenë ose këto zhvillimet për gjandarmërinë e Kosovës, që ministri në detyrë i punëve të brendshme Xheler Seca e nënshkroi edhe një nismë do të thotë ligjore që të tentohet të bëhet kjo gjandarmëria e Kosovës, një forcë e re policore ushtarake, ashtu është një lloj kombinimi që e kanë italianët, e kanë që pritet të mirët më shumë me këto çështjet kufitare, me lëvizjet kufitare, me terrorizmin, ruajtjen e kufijve, këtu pak a shumë kjo do të jetë përqendrimi i kësaj force të re. Me shku atje ku nuk mundet me shku policia, në fakt ushtria e Kosovës. Absolut, ato do të thotë përderisa kemi atëfar vendimin e hershëm në shkrimin e asaj marrëveshjes me Kvurin që ushtria vëzhgoja të mos shkojnë në çështjet veriore andej, kësaj mundet të bëhet me gjandarmërinë. Megjithëse ky do të jetë edhe synimi i politikës edhe i kësaj force të re policore ushtarake. Për këtë çështje është deklaruar gjatë ditës së djeshme Kvuri,